Gjesti humbi vëllain në aksident tragjik. Egli ngushëllon familjen e ish partnerit. Më dhemb zemra. Egli Tako ka bërë një postim në Facebook, përmes të cilit i dërgon ngushëllime familjes së ish partnerit të saj, Gjesti, i cili humbi sot në një aksident të rënd rrugor vëllain e tij, Elidon Kelemendi. Askush prej nesh nuk është në kohë për të qenë i dëgjuar në këto momente të errëta. Doja shumë të mos e lexoja kur një lajm të tillë, e të mos e besoja. Më dhemb zemra. Zemërthyer, i shpreh ngushëllimet e mia të përzemërta familjes Kelmendi. Zoti ju dhënë forcë ta përballoni dhimbjen e kësaj humbjeje kaq të madhe. E shpirti të voglit tuaj pushoft në paqe. Gjithashtu lidhur me vdekjen e vëllait të këngëtarit kanë reaguar edhe shumë personazhe të showbizit shqiptar. Loredana Brati, Rizarta Hoxha, Rozana Radi, e.t. Përmes Instagramit, Radi shpreh ngushëllimet për Gjestin dhe familjen e Gjestit, ndërsa ka postuar në profilin e saj një shiri të zi. Kur mos të kishte ardhur dita e sotme, si me ngushëllu një nënë e një baba, si me ngullëllu një vëlla e një motër. O Zot, mbaje pranë e jepu forcë, ka shkruar Rozana Radi në Instagram. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.